Isha po thuj se fmi atëherë, ku në muret e mjerimit emnin tëm me gjak i shkrova. Atëherë kuptova se kisha hinë e shtigjit e pafun të vujtjes e të mjerimit. E duke kënë vetëm në qeli të mallkume, mu të zhvedin para kohët me e burnu, që balë për balë malë me shtërbum, sëtë prej lëdhvet me pas thamë. Kur e hinën këtë tunelin e vujtjeve, më kujtu mosha jeme, ku isha 16 vjeç. Mu, në një akuzë falco, që shkove me nalë një shokun tëmë, se më kishin thonë që kjo kena pa njënin prej grupit me një spion. Një që ka kena akuzë, fa jeme. Në qelin numëri 23 ka pas të atë kohët, është nuk e di si ka në rrumë. Më drejtë buza. Më drejtë shpirti. Se në këto qeli, kam përjetu zanët e nanave shqiptare, të motrave, kam një zanin e njerëzve të torturuar për vdekje, e të thanë, Zot, na merr shpirtin, e na pështa. Në atë kohë kam kënë 17 vjeç që kam dalë prej Kuvendit, edhe na kanë zjerë se doshim me ba konvikt vendin atë kohë, rishim na, doshim me ba konvikt. Pa përpara ka kënë konvikt i bërë jeshëve, stigmatine. Por, më i thoshin që me liu se ky konvikt ka kënë dhe me ba konvikt shtetit e për fond në zorën. Baba u dënu për kërngëritje të armatosën kundër pushtetit popullor dhe u dënu me 15 vjet burg dhe vdiqën burgu në Borrelit. Vëllai i madh, në akuzën që thash më parë, u dënu 25 vjet burg, masi u faljeta prej pushkatimit dhe bani 12 vjet burg. Vllau i tjetër, që ishte riadhëtsu, u gjenë prep e pave gabimin që kishte banë se s'kishte vend ma si qytetari lirë në token e vetë dhe dëshme ikë prep e dënu në 15 vjetë. Në kjo tha se vllau jem sot dënohet, se ka diftu dashnin për vendin e vetë e familjen, dënohet me vdekje, i lutëm trupet gjykus, që të më dënojnë edhe mu me vdekje, se të njajtë në krimin kjo se quhet krim ati kam balla unë. Kur vllajm që ishte dënu me vdekje foli atë fjalë, të gjithë që ishin aty oficerat sigurimit, gjynah që rrataj që sa komunist. Nuk ishin komunist, por ishin adhëtar, ama. Në është marrë kërejt pasunia që ka kene lujshme e pa lujshme, dhe me thanë, me të kam dhe bakti, me tonë që këna pas, edhe ma në fondë me në kënë pësëgjarë dhe prej qilit, që qila nuk bëhen familjes, është për shkollë, bëna për shkollë dhe me qila. I ditë për e ditë, në të ditë, që kur i shifni këto pëgjerit e vogla, një zhurë jashtë, oficerat të i thanë, haj Hitler, haj. Faqëm dogje, se vllane vogël e kanë thirë Hitler. Edhe i thëmë ati, Tahir Bekteshit e majme në banorin e qelit, që thëmë, një më pak qypin pëgjere, edhe shë vllane vogël të i dalë në vajtore. A i ka kënë dita ma të mërshme e qelive. Sa thash, e shkreta nanë, me asë një fmi në votërën e saj. Një herë që kam kanë të ullëtu,
prej një katonit këtë. Ka një gruti i baza për shderek. Unë se me ndoshe se edhe në baza mu, po me një fjallë, silo me shikej, po nalë me i thëtë se me ty thëtë kam fjallë. Kishte marrë vajzën e vetë, që kishte martu me në gjallëre, dhe të marrë mabeja. Por vajza kishte të shojnë komunistë. Edhe këtu në familjet kësaj qishkote edhe këta ishin komunista. E kishte ka pas dy villok. Thotë, du mi pakzu, thotë të dy fmi, thotë, e hifsha dhe unë. Du mi pakzu, thotë të dy villok, thotë se unë nuk i qenë shpi, thotë pa pakzu. I thëmë vetë, unë nuk kam më qaj pakzaj, thotë, në që kam i pakzu në rrugë të madhe. Ti banë si dërshtë, unë të fmi nuk i qenë shpi, pa pakzu. S'kishëm asë një mjetë, si me thanë. Atëherë, u dhe të rova, me hojza një shkarp të emen, si kishë vesh. Më e fje ujndërin që ishë në bëringlumit. Edhe i pakzovat atë fmi, shku në punë vetë. Po marrë në ratin të rritë tonë. Po thajnë. Rinia është si vada që i vadit kopshtin. E këtë vadë, politika po qëtë jashtë. Jo njena, po qëshën në vetën në vazhdimësi e sëtë.